Të dashur shikues, në orën 4:45 minuta, profesor Pullum Pilinçi do të jetë me një njoftim urgjent. Do të vazhdojmë programin me sekretarin e pronave për qeverinë teknike të Partisë Shpresa Demokrate, Artan Boçi. Zoti sekretar, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Zoti sekretar, pse çështja e pronave konsiderohet ende sot një nga plagët më të rënda të shtetit shqiptar? Çështja e pronave konsiderohet si një ndër plagët më të rënda të shtetit shqiptar për arsye të zvarritjeve pafund që është bërë me pronarët shqiptar në për labirintet pafund të zyrave të shtetit, duke kërkuar kthimin dhe kompensimin e pronave, gjë të cilën nuk e kanë marrë kurrë, për një të drejtë që është e drejta më legjitime e një populli. Zoti sekretar, a mendoni se padrejtësia ndaj pronarëve ka qenë një nga arsyet kryesore të humbjes së besimit të shtetit? Po është shumë e natyrshme që të humbet besimi tek shteti në momentin që shteti nuk respekton pronën e pronarit. Prona është një urë lidhse ndërmjet brezave, është një copës historie e familjes, është ajo që na lidh me të parët tanë dhe që do na lidhi me breza që vinë. Pra, humbet besimi tek shteti që nga momenti që prona nuk respektohet nga shteti, nuk ka siguri juridike për pronën, është plotësisht e natyrshme që besimi tek shteti dhe tek ligji të humbas. Zoti sekretar, qytetarët janë lodhur nga premtimet. Çfarë bën këtë proces të besueshëm te shpresa e kombit? Është shumë e vërtetë që qytetarët janë lodhur nga premtimet, sepse për 35 vite me radhë në përfushata elektorale është premtuar pafundësisht për zgjidhjen e problemit të pronave. Por ky problem nuk u zgjidh asnjëherë, thjesht populli u shfrytëzua për t'i marrë votën dhe pronat u tjetërsuan dhe shkuan atje ku nuk duhet të ishin. Por Partia Shpresa Demokrate ka ardhur me një plan konkret dhe do ta përmbylli një herë për gjithmonë zgjidhjen e çështjes së pronave në Shqipëri. A është e mundur të vendosë drejtësi në prona pa krijuar konflikte të reja sociale? Është plotësisht e mundur për të vendos drejtësi tek pronat pa krijuar konflikte të reja sociale, sepse nuk e kemi luksin të fillojmë edhe një herë me konflikte sociale pa fund. Mjaft më 35 vite me ligjin famkeq 7501, i cili ja mori tokën njërit, ja dha tjetrit, qëllimisht një ligj i ardhur nga armiqtë tanë shekullor serb për të shkatruar Shqipërinë, për të futur vëllavrasje dhe për të ndaluar zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Zoti sekretar, si ndikon zgjedhja e çështjes së pronave në zhvillimin ekonomik dhe investimet në vend? Çështja e pronave ndikon në zhvillimin ekonomik jashtëzakonisht shumë, sepse çdo gjë, çdo biznes ngrihet mbi pronën. Pra prona është aja e kapitalizmit. Në rast se çështja e pronave është e zgjidhur, çdo gjë shkon në rregull, ekonomia shkon në rregull, nga ana sociale njerëzit janë të lumtur, secili respekton pronën e vet, zhvillon pronën e vet. A ekziston rreziku që procesi i pronave të përdoret politikisht dhe si mund të shmanget kjo? Problemi i pronave është përdorur politikisht për 35 vite, por kjo nuk do të ndodhi më, pasi Partia Shpresa Demokrate nuk do të lejoj që prona të përdoret politikisht. Çështja e pronës është një çështje morale dhe do të zgjidhet një herë e përgjithmonë. Zoti sekretar, çfarë mesazhi keni për pronarët që kanë pritur për dekada dhe sot ndihen të zhgënjur? Pronarët që kanë pritur për dekada kanë arsye që ndjehen të zhgënjur,
por shpresa e kombit ju premton që ne do ta zgjidhim çështjen e pronave një herë e përgjithmonë. Prona do shkoj tek pronari, prona do shkoj aty ku duhet të jetë. Zoti sekretar, të falenderoj për Ju falenderoj edhe unë gjithë të mirë. Të dashur shikues, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.